Data e rrëzimit jo vetëm të një busti dhe një sistemi, por të rrëzimit të një miti, po afron, ndërkohë studentët që sollën revolucionin kanë filluar të përgatiten për përvjetorin e madh. Helidon Samargji, një nga pjesëtarët e shumë studentëve grevist, kujton me lot në sy ngjarjen e 20 viteve më parë. Në atë kohë, ai ishte vetëm një student 23 vjeçar, i cili ishte kundër mungesës së perspektivës për të rinjt. Helidoni tashmë 43 vjeçar, kujton se ajo ngjarje e paharruar në kujtesën e tij ka filluar rreth viteve 89. Në atë kohë kam qenë 23 vjeç. Kam qenë vit fundit fakultet. Te shkencat? Ne mbaj mend shumë mirë atë datë, domethënë janë edhe sot mbushen syt me lot. Janë ngjarje të paharrueshme. Kam idenë që ka filluar një çik më përpara, një farë reagimi. Kush e ka jetuar atë kohë mban mend vitin 89 qytet studenti. Që në atë vit domethënë pati një farë jo proteste, nuk mund ta quash tamam, po një farë kundërshtimi ndaj mungesës së plotë të perspektivës të gjithë rinisë asaj kohe. Domethënë të mbaroj, ishte bërë një cikël i mbyllur, lindje, rriteshe si pioner, me i shalt kuq më qaf, që thoi mjes për mjes jam gjithmonë gati. Mbaroj një fakultet dhe pastaj duhet ishe gjithmonë gati të rjetën, vullneti para, tin mes dhe polici mrap. Presioni madh për vite të tëra dhe çlirimi që dukej si drita në fund të tunelit. Kështu e përshkruan 43 vjeçari Samargji rrëzimin e një sistemi pothuajse gjysmë shekullor, në rrëzimin e të cilit kontribuoi edhe ai. Ishte momenti, koha edhe turma ajo që përfshiu mira studentë në grevën e URIS që sollën edhe rrëzimin e sistemit, por 43 vjeçari Helidon Samargji do e bënte prapë të njëjtën gjë, vetëse tashmë mendon se do të duhet të ishte akoma më agresiv.